Në lajme ndër të tjera do të ndiqni, Ministria ka publikuar përgjigjet e sakta të testit të gjuhës angleze. Euro ka zbritur poshtë nivelit të 134 lekëve për herë të parë pas 9 vjetësh. Të gjitha ata kursimtarë që kanë futur në bank paratë e lira kanë fituar më pak gjatë muajit prill. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Përshëndetje nderuar shikues të ekranin televizionit Kanal 7, një mëngjesisht me informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Ministria ka publikuar përgjigjet e sakta të testit të gjuhës angleze, ndërkohë i poshtë pretendimi se testi ka dalë përpara provimit. Ministria e Arsimit ka publikuar përgjigjet e sakta për provimin e gjuhës së huaj. 40.000 maturantë u testuan ditën e dieshme në gjithë vendin. Testi për provimin e gjuhës së huaj kishte 25 pyetje, nga të cilat 13 kërkesa me përgjigje alternative që vlerësoheshin me 1 pikë dhe 12 pyetje me zhvillim që vlerësoheshin me 37 pikë. Testi vlerësohet në total me 50 pikë. Vlerësimi i përgjigjeve të maturantit bëhet me pikë të cilat ekuivalentohen në notë të përshkallëzuar. Përgjigjet e provimit të gjuhës së huaj pritet të dalin brenda datës 20 qershor. Edhe këtë vit nuk ka ndryshuar formula e pranimit të kandidatëve në universitet, ku përparësi do të ketë mesatarja. Pas rreth 4 orësh të qëndruar në klasë, 40.000 maturantët në vend kanë përfunduar provimin e anglishtes. Provimi ka nisur në 8:30 dhe përfundoi në 12:30 të së Vetë maturantët shprehen se kanë qenë në vëzhgim të rrep, ndërsa nuk besojnë se teza e provimit ka dalë ashtu siç u aluduan në media. Një maturant i duan së paku 10 pikë për të qenë kalues. Pas 4 ditësh maturantët do të nënshtrohen provimit të dytë me detyrim gjuhës shqipe dhe letërsisë, në datën 15 qershor zhvillohet provimi matematikës. Të fundit 2 provimet me zgjedhje ku do të futen maturantët të rinj dhe të vjetër të përcaktuar në formularin A1 dhe A1Z do të zhvillohen në datën 23 qershor. Për sa i përket provimeve të tjera, Ministria e Arsimit thotë se maturanti paraqitet në qendrën e provimit 1 orë 30 minuta përpara fillimit të provimit. Në momentin e paraqitjes në mjedisit të provimit duhet të ketë dokumentin e identifikimit dhe mjetët e nevojshme, laps vizore kompakt, makinë të thjeshtë llogaritse. Kandidati plotson testin me stereolaps me një ngjyrë. Në pyetjet me alternative, maturanti rrethon vetëm shkronjën përbi përgjigjes së saktë. Nëse rrethon më shumë se një alternativë ose nuk rrethon asnjë, vlerësohet me 0 pikë. Flasim për ekonomi, euro ka zbritur poshtë nivelit e 134 lekëve për herë të parë pas 9 vitesh. Euro ka rënë në nivelin e 134 lekë, duke shkëmbyer sot me 133.98 lekë, sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, duke shënuar nivelin më të ulët që prej shtatorit 2009. Moneda vendase është forcuar edhe kundrejt dollarit amerikan, duke shkëmbyer $1 me 118.94 lekë. Moneda përbashkët është vlerësuar dhe në tregje ndërkombëtare, por gjithsesi ka qenë nivele më të larta të këmbimit krahasuar me muajt e parë të vitit. Aktorët e tregut pohojnë se në tregun e brendshëm, faktor që po ndikon në vlerësimin e eurosh është oferta e lartë për monedën të përbashkët dhe kërkesa e ulët për monedën vendase, që prej gjysmës së dytë të vitit të kaluar moneda përbashkët ka qenë e dobët në tregun e brendshëm, më shumë se sa reflektimi i tregjes ndërkombëtare. Aktorët e tregut kanë pohuar se dobësia e euros lidhet me faktorët e brendshëm, ku një ndër më kryesor është oferta e shtuar në valutë. Së fundmi aktorët e tregut kanë pohuar se ka një rritje shpenzime për fushat që po bëhen në valutë, një tjetër faktor që po ndikon në vlerësimin e euros. Gjallërimi i eksportit dhe shtimi i numrit të turistëve në vend është një tjetër faktor që ka ndikuar në rritjen e ofertës në valutë. Në 3 muajt e parë të vitit numri i turistëve të huaj u rrit me gati 12% sipas të dhënave të Instat. Kur afrontat e taksave ka një kërkesë për të bler lek dhe nga kompanitë ku më kryesorët është nga sjellësi TAP. Qëndrojmë të një të fushë informacionesh, të gjithë ata kursimtarë që kanë futur në bank paratë e lira kanë fituar më pak në depozitat pasi kanë pësuar sërish rënje. Të gjithë ata kursimtarë që kanë futur në bank paratë e lira kanë fituar më pak gjatë muajit prill. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, në prill norma mesatare e depozitave me afat 1 deri në 6 muaj zbriti në 0.9% nga 0.93% në mars. Ky është muaji i dytë rradhës ku interesat e depozitave vinë në rënje pasi ato kanë arritur në nivelet maksimale të më shumë se një viti në shkurt të këtij viti, duke u ngjitur në gati 1%. Por kjo tendencë arritëse zgjati shumë pak teksa bankat kanë ulur sërish norma
sumat e depozitave në ndjekje të bonove të thesarit, që shërbejnë si referencë për interesat e depozitave. Pothuajse të gjitha afatet kanë shënuar rënje, por më e fortë ishte për depozitat 48 mujore interesit të cilave zbriti nga 3.04% në 1.7%. Individët kishin filluar të zhvendosnin kursimet e tyre drejt maturime afatgjata pasi ato pafronin kthime më të larta. Vitet e fundit interesat e depozitave kanë rëndjeshëm duke reflektuar politikën monetare lehtësuese të Bankës së Shqipërisë, që në përpjekje për të nxitur ekonominë ka ulur koston e paras. Norma bazë që shërben si referencë në treg është në nivele historike minimale prej 1.25%. Për depozitat një vjeçare, interesi mesatar në prill ishte 0.81% nga mbi 5% që ishte vite më parë. Kjo ka bërë që individët të mos të shohin bankën si një alternativë interesante për të ruajtur paratë e tyre. Të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë treguan që depozitat me afate të individëve në lek janë të kurrë dhe me 8.8 miliard lek në 4 muajt e parë të vitit, rreth 65 milion euro. Që nga tetori 2013 depozitat me afate individëve në lek kanë shënuar vetëm rënje, duke reduktuar që nga ajo periudhë me 105 miliard lek apo rreth 760 milion euro. Është momenti të njihemi informacionet më të fundit nga rajoni dhe bota. Një pegmare ka ndodhur në Melbourne të Australisë, të cilës i është dhënë fund nga ndërhyrja e policisë që po e trajton ngjarjen si incident terrorist. Forca speciale të policisë ka mbritur në një apartament pas sinjalizim për një shpërthim dhe gjendet një burr i vdekur në korridor. Ndërkohë një person tjetër identifikuar si Yakcup Gaye ishte hermatosur në një pushtë të tipit shotgun dhe mbante peng një grua. Gaye 29 vjeç telefonoi në radio gjatë pegmarrjes për të komunikuar se po vepronte në emër të Shtetit Islamik. Është vetë grupi terrorist më vonë përmes deklarate mori përsipër përgjegjësinë. Megjithatë policia deklaron se nuk ka prova për një pistë të tillë. 3 efektiv të policisë mbetën të plagosur gjatë shkëmbimit të zjarrit me Gaye, që nga ana e tij mbeti i vrarë, ndërkohë gruaja që mbaj peng ka dalë pa lënduar. Shefi i policisë së Victorias, Graham Ashton, deklaron se personi që policia gjetë të vdekur që në fillim ishte një punonjës i ndërtesës që ndodhej në vendin e gabuar në kohën e gabuar. Autoritetet po hetojnë nëse pegmarrësi 29 vjeçar një shtetas australian me origjinë somaleze mund të jetë shtirur si karem për të rrequr policinë në lagjen e pasur Brighton me qëllim që të përballej me ta. Kryekomisari Ashton deklaron se komendet e bëra nga Gaye, që i referoheshin njësisi dhe Al-Qaedes, kanë nxitur hetimet në pistën e terrorizmit. Policia britanike bëri publike identitetin e 2 prej të 3 të arrestuar që kryen sulmin terrorist së shtunës në Londër. Ata janë Kuran Bat, 27 vjeç, dhe Kashid Rodauni, 30 vjeç. Sipas policisë, Bati ishte i martuar dhe kishte fëmijë dhe jetonte për disa vitesh në zonën Barking në lindje të Londrës. Bati ishte shtetas britanik i lindur në Pakistan dhe një nga policia apo MI5, por nuk ishte të dhëna që sugjeron një sulm prej tij. Agresori tjetër Richard Redaun, i cili gjithashtu jeton në zonën Barking, mësohet se ishte me origjinë nga Maroku dhe Libia. Bate Rodau bashkë me një person të tretë u eliminuan fizikisht nga policia britanike pak minuta pasi vranë 7 persona dhe plagosën 48 të tjerë. Ata goditën në një fugon të marrë me qera këmbësor në urën e Londrës dhe pas sulmuan me thika njerëz në zonën e Brooklyn Market. Burimet shëndetësore britanike thonë se 36 vjeçar të plagosur janë ende në spital, 18 për të cilën e gjendje kritike. Shefi antiterror Mark Rowell tha se vazhdojnë hetimet për të komunikuar identitetin e agresorit të tretë dhe për të kuptuar më shumë për lidhjet e tyre, nëse janë mbështetur apo ndihmuar nga persona të tjerë. Aktualisht 10 për personat arrestuar në lidhje me sulmin, 6 femra dhe 4 meshkuj po merren në pyetje nga policia, ndërkohë analistët thonë se sulmi së shtunës ngre sërish dyshime për forcat e sigurisë pasi Bade Rodaun ishin terroristë radhës që njihen që më parë nga policia, po sërish arritën të kryejnë aktin e tyre. Mediat britanike raportojnë se disa prej fqinjve të agresorit kishin alarmuar autoritetet për ata, sidomos gjatë 2 viteve të fundit, kohë kur sjellja e tyre ishte bërë gjithnjë dhe më ekstreme. Salvatore Rena, apo siç njihet botërisht si Toto Rena, fal dhe filmit bazuar mbi jetën e tij, Il Capo del Capi, është pranë lirimit nga burgu dhe përse është dënuar me burg për jetë për krimet e shumta në drejtimin e mafjes siciliane. Ish bosi Cosa Nostra tashmë në moshën 86 vjeçare mund lirohet nga burgu për shkak se drejta për të vdekur me dinjitet i garantohet çdo të burgosur në Itali. Kjo është konfirmuar dhe nga gjykata e Kasacionit në shtetin fqin, duke referuar pikërisht rastit të Salvatore Renas, i cili ndodhi në qeli që prenari të vitit 1993. Gjendja e rënduar shëndetësore e tij favorizon ndjeshëm lirimin nga burgu, po tashmë i takon gjykatës së Bolonjës që të vendosë nëse Toto Rena për bën akoma rrezik për shoqërinë, raportojnë mediat italiane.
Një person i armatosur ka qelluar për vdekje 4 persona mëngjesin e sotëm në Orlando të Shtetit të Bashkuar në një zonë industriale. E pasaj dhe agresori ka mbetur i vdekur sipas njoftimit të autoriteteve ligjzbatuese amerikane. Të shtënat u dëgjuan në një zonë biznesi në rrugën North Forston në kantonin Oregon, shumë pranë Universitetit Full Sail, rreth orës 8:30 të kësaj të hëne. Duke cituar burimin nga autoritetet ligjzbatuese, një media lokale thotë se nga të shtënat ka pasur 5 viktima, por ngjarja nuk duket të ketë lidhje me terrorizmin. Ishte vetë zyra e sherifit të kantonit Oregon që njofton përmes Twitterit se cila viktima ishte regjistruar në vendngjarje, por situata është stabilizuar dhe nuk kishte më rrezik aktiv. Në vendin e krimit shkruan dhe efektivët e Task Force për bashkë antiterrorizëm me FBI-n. Oficeri i policisë Fernandez tha se hetimi po fokusohet në biznesin e Gerb Collinson dhe Glass Center, motra e gruaja që punon në këto biznese zallë që ndodhen në shtëpi kur dëgjoi të shtënat. Emri të dalën ditare pa dhe një person të shtrirë për tokë. Të shtënat vijnë nga përvjetorni i masakrës në klubin e natës Pulse në Orlando, pikërisht një javë përpara se të përkujtoheshin viktimat e kësaj ngjarje, që ishte edhe më vdekje prurësja në historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, me 49 viktima. Do të vijmë me parashikimin e motit dhe më pas do të njohim informacionet më të fundit që vijnë nga fushata. I ftuar në studion e televizionit Kanal 7 i treti i socialistëve Flamur Golemi nuk ka nguruar të përmend edhe emra në lidhje me akuzat e tij. Golemi në studion e televizionit Kanal 7, deputetët 20 vjeçar të lën vendin të rinjve. Si ka përmendur kur në emër, por në studion e televizionit Kanal 7 i treti në listën e socialistëve për zgjedhjet e 25 qershorit zgjodhi të flasapur. Ka ardhur koha që deputetët 20 vjeçar të lën vendin të rinjve, tha Golemi përballë gazetares Oriana Çenko. Unë nuk kam ndërmend të bëj fushat me numër telefoni, pasi të gjithë e dinë se ku gjendet Flamur Golemi dhe unë i shoh njerëzit në sy, tha ai. Mjeku Golemi garantoi mbështetësit e tij se nuk do të largohet nga Gjirokastra dhe kur të marrë mandatin e deputetit, por do t'i shërbej këtij qyteti. Gjatë bisedës Golemi nuk nguroi të fliste as për atë që shihej si konkurrenti i tij Flamur Bimen. Golemi zgjodhi ta falenderojë Bimen për kontributin e tij, por vjen një moment që çdo kush duhet të kuptojë se duhet të lënë hapësira të rinjve. Televizioni Kanal 7 siguron një audiencë maksimal duke treguar dhe njëherë profesionistët e vërtet ndiqen nga publiku. Vetëm transmetimi live në Facebook, emisioni është parë nga rreth 12.000 persona. Ndërkohë, sonte në mbrëmje do të jetë i ftuar në studion kryesuesi i listës së demokratëve Tritan Shehu. Atëherë kaluam direkt tek përballja elektorale. Ishim brenda profesionit të mjekut, edhe më lejohet atëherë t'i them dy fjalë, me që unë deri më sot nuk e kam përmendur me emër. Sigurisht në pjesën e garës është në kuptuar kjo gjë. Po normal. E njoh si mjek, si koleg, ndonse asnjëherë në jetën e vet, me sa di unë nuk ka punuar si mjek, nuk e di për sa periudhë kohe. Unë e njoh personalisht si deputet. Si deputet 20 vjeçar, nuk do të desha të merresa me asnjë kandidat, unë bëj pjesën time, bëj garën time, po sigurisht në momentin që ti je pranë njerëzve dhe në momentin që dëgjon problemet e tyre, hallet e tyre, në momentin që ti merr perceptimin e tyre,
dhe nga krau tjetër dëgjon një person që ndose ka 20 vjet si deputet, vazhdon dhe sillet sikur mendon që ka qenë gjithmonë në opozit, asnjëherë nuk ka qeverisur, ndërkohë që mendon që edhe pas 20 vjetësh duhet vazhdoj sërish të bëj premtime, të thot njëjtat gjëra, të mendoj dhe të thot që këtu s'kam kandidat për ballë, nuk kam e këgaroj, nuk kam. Unë mendoj që ka ardhur koha që t'i kthehet profesionit të mjekut. Kryesuesi i listës së kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike Dritan Sheu dhe kandidati tjetër i Partisë Demokratike për përmetin Arjan Kasaj kanë marrë kontakt me tregtarët e fermerët e qytetit të Kulqyrës. Papunësia është ulur këmbkryq në këtë qytet prej vitesh, janë shprehur tregtarët dhe fermerët e zonës. Ka mungesë zhvillimi ekonomik në zonë dhe të gjithë janë të pambrojtur. Gjithkush e kanë mendjen të largohet dhe mos kthehet më këtu pasi nuk ka perspektivë. Politika selektive që ndjekin pushtetarët kanë dëmtuar rënd ekonominë familjare dhe ngelimin të pambrojtur. Janë drejtuar kandidatëve Sheu e Kasaj tregtarët apo dhe ata pak fermerë që ndodhen në këtë qytet. Në grup ata besojnë në programin e Partisë Demokratike për ringjalljen ekonomike dhe zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë familjare. Zoti Sheu premtoi se Partia Demokratike të qëndrojë pranë hallave dhe problemeve të qytetarëve dhe nuk do ndodhi që t'u kthejë kurrizin kur ata të kenë nevojë, por të përmirësojë jetesën me punë të ndershme dhe me subvencione jo selektive siç ka ndodhur deri më sot. Deri di është mësuar merrte lejen me një shumë shumë të ulët, e tonë një themelin, katën e parë, pastaj shtonte lekët bënte katën e dytë, katën e tretë. Tani po mos të vëri depozitoj, që vjen i fare, vlera e madhe lekëve, nuk e biri lekë ndërtimi. Po ndërtimi ka qenë sektori i ekonomisë i cili realisht ka gjeneruar më shumë të ardhur në Shqipëri. Dhe është lidhur, ndërtimi është lidhur me shumë sektor tjerë. Tu ndërtime investime publike s'ke të mëdha. Ndërtime private janë bllokuar, a edhe ku të shkojë ekonomia? Sepse lejet e o me lek të mëdha kështu, o pastaj me lek në tavolinë. Ajde, tu më thunë se është nga shkaqet e kolapsit ekonomik të vendit, rritja e taksave dhe lekët e ndryshme. Pra tu ekonomia shkatërrohet. Pëlqen ajo shqetësimi që ka për punësimin dhe për janë dy hallë kryesore që rregullojnë migracionin e një. Që mos shkalla e punësimit dhe e rritjes së ekonomisë. Dhe ky është themeli i programit të Partisë Demokratike, që ne kemi dhënë shumë. Nga Labova, kandidati i Partisë Demokratike Dritan Sheu atakoi qeverisin Rama dhe braktisjen që ka bërë komunitetit. Në zonën tuaj janë bërë 2-3 kilometra rrugë dhe mirë kanë bërë, tha ai, po kjo nuk mjafton. Unë, tha Sheu, ju ofroj veten time për të zgjidhur së bashku hallet tuaja që nuk janë të pakta. Çdo qytetar do të bëj bilancin e vetes. Do vazhdoj të jetë në këtë mënyrë dhe 4 vjet, apo të kërkoj një hop ekonomik dhe zhvillues të vendit. Në këtë periudhë katërvjeçare, ndoshta vetëm ajo që është ndërtuar, që është bërë është kjo, janë ca kilometra rrugë që janë bërë këtu. Okej, shumë mirë që bën. Po mos harrojmë se Shqipëria ka nevojë për shumë më tepër, që të gjenerojë vende pune, fronte pune për të gjithë. Mos harrojmë se ato që janë nisur janë të tëra për gjysmë. Pra, unë mendoj që është momenti të gjykojmë të gjithë së bashku. Unë personalisht ju ofroj veten time. Unë ju them se mbas 25 qershorit do jemi përsëri bashkë, do përpiqem të zgjidhim hallet e komunitetit së bashku dhe padyshim dhe problemet personale dhe familjare se mund të zgjidhen, kjo është jeta. Çdo njeri ka nevojë. Unë jam nga ata të cilët ditë bashkëpunoj me njeriu, ditë jam afër njeriu, ditë qëndroj në problemet që kam ndoshta sepse jam mjek, edhe kjo ka influencuar padyshim. Dhe jam mësuar me këto probleme. Por se qoftë unë jam i bindur dhe ju siguroj që mbas datës 25 lidhjet tona do të më shumë të forta dhe të qëndrueshme për të bashkëpunuar së bashku. Gjurokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe.
showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi. Koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj informacionet në çdo hap, kudo që të ndodheni. Challenge.Gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Përfundojmë këtu edicionin informativ në televizionin e Kanal 7, ju lënë shoqërinë e programit në vim bashkë mirëpafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.